Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Kemë rritë hadithi 8, të cilën e sjell Imam Nawawi Allahu mëshiroft në temën e përpjekjes. Dhe këtë hadith e transmeton prej Hudhaifa ibn al-Yamanit radhiyallahu anhu, i cili tregon thot salaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dhat lejletin. Një natë jam fal me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, faftaha al-Baqara. Edhe pejgamberi sa me hapi e filloi leximin me Baqara. Fa qultu yarqa'u inda al-mi'a. Edhe thash me vetëm, kur të lexon 100 ajete do të bien në ruku. Thumma ma Allah, mirë po pejgamberi sa vazhdoi me lezu. Thumma ftataha ala Imran. Pastaj filloi me lezu surën Al Imran. Fakultu yusalli biha fi raka. Dhe menova që pejgamberi sa ka me përmbyllë rekatin me surën Bakara. Fama Allah, mirë po vazhdoj pejgamberi sa me lezu. Fakultu yarka'u biha. Edhe thash me vete që kur të kryen surën Bakara do të bie në ruku. Thumma ftataha an-Nisa. Pastaj filloi me lezu surën Nisa. Fa qara'a dhe lezoi komplet. Thumma ftataha Al Imran. Pastaj filloi me lezu surën Al Imran. Fa qara'aha, edhe lezoj të gjithën. Yaqra'u mutarassilan, edhe me gjithë këtë lezon të ngadal. Idha marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Kur e lezon të një ajet në cilën kishte madhrim ndaj Allahut, e madhron të Allahun. Wa idha marra bi su'alin sa'al, nëse e lezon të një ajet në cilën kishte lutje ndaj Allahut, kërkesë, e lutë Allahut. Wa idha marra bi ta'awudhin ta'awudh, nëse e lezon të një ajet ku kishte mbrojtje, po çështje që duhet me kërku mbrojtje për Allahut, kërkon të mbrojtje prej tij. Thumma raka'a fa ja'ala yaqul subhana rabbiyal azim fa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Pastaj tharon në ruku, edhe thoshte subhana rabbiyal azim vazhdimisht, dhe rukuja e tij ishte parafërsisht sa qëndrimi në këmbë. Thumma qala sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Pastaj tha sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Thumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raqa. Pastaj tha qëndroi në këmbë pas rukus gjatë, parafërsisht sa rukuja. Thumma sajada fa qala subhana rabbiyal a'la fa kana sujuduhu qariban min qiyamihi. Pastaj ron sejdë edhe thoshte subhana rabbiyal a'la, dhe sejdja e tij ishte parafërsisht sa qëndrimin në këmbë pa mas rukus. Hadithi transmetohet te Muslimi. Para se me shpjegoj hadithin, do të flasim shkurtimisht rreth biografisë së sahabiut që transmeton këtë hadith. Wa Hudhaifa ibn al-Yamani ka qenë Hudhaifa ibn Husayl al-Abasi. Hudhaifa radhiyallahu anhu ka qenë prej sahabëve të përzgjedhur në mesin e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai ka qenë njeriu i cili ka mbajtur sekretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo sekretet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka hyrë në Islam së bashku me babain e tij para betejës së Badrit. Edhe ka dashur me prezantu bashkë me pejgamberin në betejën e Badrit, mirë po i kanë pengu i dhujtarët e Mekës. E ka thonë që jo, qëllimi ju që po shkoni është ju bashkangjit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po këta kanë thonë jo, na kena qëllim vetëm të shkojmë me vizitu Medinën. Pastaj ata ja kanë marrë besën edhe fjalën që mundi me shku në Medinë, mirë po mos luftoni krahas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pasi që kanë shkuar i kanë tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka thonë nefi bi ahdihim wa nasta'inu Allah alaihim. Pra sa ka thonë peçojnë në vend besën fjalën që ja u kena thonë, mirë po kërkojnë ndihmën e Allahut kundër tyre. Pastaj ka marrë pjesë në betejën e Uhudit dhe në gjitha betejët tjera me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe babai i tij është vrarë në betejën e Uhudit gabimisht nga ana e muslimanëve. Dhe Hudhaifa radhiyallahu anhu ju thoshte kjo është keni kujdes babain tim, mirë po ata nuk e kanë kuptuar derisa kanë vrarë. Dhe pastaj Hudhaifa radhiyallahu anhu ka thonë Allahu ja u falt këtë gabim, ai është më i mëshirshëm me shiruzve, dhe kjo veprim i Hudhaifës e ka shtu pra respektin për të në zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Derisa sa i përket kompenzimit apo dëshmërblimit për vrasjen e babait të tij, Hudhaifa këto ka lënë si sadaka për muslimanët që e kanë vrarë.
Dhe kur ka shku në Medinë, pejgamberi e ka vllazëru bashkë me Hudhejfen bashkë me Amarin radiallahu anhuma. Dhe siç ka në hadithet e pejgamberit, të gjithë e pyesnin pejgamberin për hajrin, thot Hudhejfa vetëm unë e pyesja për sherrin, për të keqen që ka menduar të ardhmen, nga frika se mos po më përshin kjo keq. Dhe për këtë arsye pejgamberi sa pra i ka tregu Hudhejfës të fshehtas si sekret emrat e munafikëve. Dhe gjithashtu Hudhejfa ka qenë për atyre që i ka memorizuar, i ka marrë mend për pejgamberin fitnet që kanë menduar në ummet. Dhe Omeri radiallahu anhu ishte për atyre që i thoshte, ose që i ka thonë Hudhejfës, a më ka përmend mu pejgamberi son mesin e munafikëve. Pastaj ky ka thonë jo, edhe pastaj thot nuk e tregoj askujt më, po nuk e lavdoj ose nuk e bëj të skia askën tjetër pastaj. Dhe Umar ibn Khattabi gjithmonë shikonte nëse vdiste dikush në Medinë, pyeste rreth Hudhejfës. Nëse prezantonte Hudhejfa aty në xhenazë, ky ja falte xhenazën. Nëse shtete që Hudhejfa nuk po prezanton, atëherë Omeri nuk ja falte xhenazën. Ka se kuptonte që ai ka qenë për munafikët. Pastaj Omeri radiallahu anhu gjatë xhilafetit e tij ka saktuar si emir udhëheqës në qytetin Medain, që është në Persinë asaj kohë. Dhe zakonisht ka qenë adet e zakoni i Omerit radiallahu anhu që kur e ka saktuar një pres të një qyteti, ju ka shkruar banorëve të tij që e kam dërgu filanin edhe kam saktu se udhëheqës juaj. Përveç në rastin e Hudhejfës, ka shkruar ka thonë dëgjojeni dhe binduni. Dhe Hudhejfa ka qenë prej trimave, heronjve, guximtarëve në mesin e muslimanëve, për atyre që ka marrë pjesë në shlirimin e vendeve, edhe ka marrë pjesë në luftën apo betejën e Nahawandit, që ka qenë propi betejave kryesore që kanë zhvilluar muslimanët në Persi. Pasi që është vrarë komandanti i kësaj beteje, pra i kësaj ushtrie muslimane Numan ibn Mukrin, e ka marrë kë flamurin. Edhe pastaj ka vazhdu edhe i ka shliru qytetin Hamadan, qytetin Ri edhe Dejnur. Dhe gjithashtu ka qenë prezent edhe kur shliru Gjezire, pra në Persi. Për këtë arsye, pra sahabët e kanë lavdëruar shumë për tyre. Aliu radiallahu anhu ka thonë që ai ka qenë njeri që i ka njoftë pra këto problemet, fitnet që kanë menduar muslimanët, i kanë ditë në detaje, edhe i kanë njoftë edhe emrat e munafikëve. Nëse pyetni, thotë e sheni që ka dije të madhe rreth këtyre gjërave. Hadithet që i transmeton për pejgamberin sa më kanë arrit numrin 255. Edhe në fund, pra në momentet e vdekjes, para se me vdek në agoninë e vdekjes, ka thonë: o Allah, unë nuk e kum dash dunjan për me qel pusa, bonare, as për me mbjell pem, pra me bo pasuri dunjas. E mirë, po e kum dash dunjan për pagjumësin gjatë natës, po me kalun në namaz natës, dhe për etjen gjatë ditës, në ditëve nxehta, po me agjeru nafile, si dhe për rukut edhe sejdë dhe shumëta, dhe dhikrin e shpeshtë edhe shumë për Allah subhanahu, si dhe me luftu në rrugën e Allahut. Po ashtu thot, me prezentu i ulur në gjojnë në mezhliset, pra në derset e dietarëve. Dhe pastaj ka vdekur në vitin 36 të hijretit në qytetin Medain. Kjo hadith që po na përcjell Hudhejfa radiallahu anhu na tregon për një çështje që është e njohur për muslimanët, që namazi është shtylla e fesë. Pra kushdo që e ngrit këtë shtyllë e ka ngrit fenë. Kushdo që e shkatron këtë shtyllë e ka shkatruar edhe fenë. Dhe siç e dimë, pra namazi është shtylla praktike e fesë pas dy shahadetave, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Dhe për këtë hadithi ne përfitojmë po disa dobi prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, disa ndriçime se si ka qenë pra namazi i natës të hexhudit, se ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra namazin e natës. Po gjithashtu përfitojmë dobin tjetër se si pejgamberi sa vazhdimisht ka qenë pra që e ka adhuruar Allahun subhanahu teala, që e ka nështruar Allahut, që vazhdimisht e ka përgjëruar Allahun subhanahu teala me lutje dhe dhikre të shumta. Prandaj pra namazi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka qenë për gjërave më të rëndësishme, ose adhurimi më i rëndësishëm, po ka arrit namazin në zemrën e pejgamberit sa pozitën më të lartë, po vendin më të rëndësishëm. Saqë për namazi për pejgamberin ka qenë më i rëndësishëm, më i shtrejt
se sa ajri, oksigjeni që ka thit. Na mjafton me meditu rreth fjalës e Rasul kur thot hubbi bilayya min dunyakum an-nisa wa at-tib wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salah. Pe kësaj dunjaje më bërë dashura gratë edhe parfumit. Mirë po prehja e shpirtit, qetësia shpirtërore, do thonë Allah ma ka vendosur namaz, pra e gjej në namaz. Për këtë arsye më rrezoi Allah më shumë kur shpjegon këtë hadith për jasëm thot sikur besimtari ose të argumenton të tjetër, mos të argumenton me një argument tjetër përveç këtij hadithi, për më tregu se namazi në mesin e këtij adhurimi të tjerë është vepra më e dashur te Allahu subhanahu wa taala, për shkak të dëshirisë të madhe që ka pas pejgamberi për namazin, po që aty e ka gjetë qetësinë dhe prehjen shpirtërore. Edhe pse gjitha adhurimet kanë qenë dashur për pejgamberin. Mirë po ka veçuar namazin që ai aty e gjon pra qetësinë e zemrës së prehjen shpirtërore, thotë do të mjafton të kjo si argument për më tregu se vërtet namazi është adhurimi ose vepra më e dashur te Allahu subhanahu wa taala. Dhe siç e dim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithmonë atë strehen e tij e gjente në namaz. Edhe do të thonë në ato rrethana të situata të vështira, siç ka ndodhur në betejën e Ahzabit. Vetë Hudhaifa tregon thotë u ktheva te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam natën e Ahzabit dhe pash që ishte mbështjellur me një rrobë edhe falej. Edhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam idha hazabahu amrun salla. Gjithmonë që ka qenë traditë për sa. Kur e shqetësonte ndonjë gjë, pra kishte ndonjë shqetësim, ndonjë brengë shumë madh, ai falej. Pra i drejtohet Allahu subhanahu wa taala me namaz. Njëjtën e tregon Aliu radhiyallahu për betejën e Bedrit. Thot në betejën e Bedrit të gjithë ne kemi flajt. Këtë sahabët përveç pejgamberit sallallahu alajhi wasallam thot ai nuk ka flajt tër natën. Mirë po është falë dhe ka lutur Allahun derisa ka arrit mëngjesi. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pro kthehej te namazi edhe kur Allah i jepte mirësi dhe të mira, po dhunti. Siç tregohet për pejgamberin që kur Allah ja ka mësuar me çliru Mekën, ai ka marrë gusul, pra u la edhe ka fal 8 rekate si falëndrim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam aq shumë e ka dashur namazin, saqë i thoshte Bilalit, ja Bilal ekemi s-sala arihna biha. O Bilal, thera ikametin edhe na qetëso përmes thera ikametin për namaz dhe na qetëso po përmes namazit, le të qetësohemi përmes namazit. Madje në smundjen për cilës ka vdekë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në momentet e fundit të jetës, pejgamberi sa ka humb vedin, shpesh humb të vedin. Mirë po sa zgjoi i pyeste a u falën njerëz. Kur e merr të përgjigje jo, ata janë duke të pritur ty edhe prap i bën të fekt pejgamberi sa prap humb të vedin, prap kur zgjoi për kësaj gjende prap pyeste a u falën njerëz. Po ai ka pas vend të madh rëndësi namazin e zemrës e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe muslimi transmeton pe Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu i cili tregon thotë në një prej betejave luftuam me një popull prej fisit Gjuhejne. Edhe ata luftuan shumë ashpër kundër neve. Po hadithi është shumë i gjatë. Mirë po mbas tjera thotë që po në një moment beteja ka pushu. Po që me vazhdu prap. Mirë po thotë çfarë kanë thonë këtu mushrik, thotë e kemi dëgju mushrik duke thënë që ata tash kanë marrë kohën e namazit që për ta është për sahabët, pra për vlerësimin e sahabëve është më e dashur se sa fëmijët e tyre. Po kësaj pozite ka pas namazi në zemrën e pejgamberit dhe sahabëve, më e dashur se sa fëmijët e tyre. Pastaj Allah subhanahu wa taala siç e dim, pas kësaj e ka lehtësuar namazin e frikës. Dhe për këtë arsye, pra për shkak se namazi ka qenë e kënaqësia syve, preja shpirtërore, qetësia e zemrës për pejgamberin, po çu shpeshom këtë hadith e ka zgjat shumë namaz, ka qëndruar shumë gjatë në këmbë, ka fal shumë namaz natës. Por nuk ka mujt pejgamberi me përballu mund prej namazit, po me fal shpejt namazin edhe mu largu pi namazin cilin ka qenë. Po këtë tregon se çfarë dashurie të madhe ka pas pejgamberi për namazin. Prandaj pra ky hadith e pejgamberit sa na tregon për këtë shembull apo model kaq madhështor, cilën po na afron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për më tregu se si adhurohet Allahu subhanahu wa taala, se si duhet t'i lutem Allahut, se si duhet ta
një farë mënyrë të bisedojmë me Allahun gjatë namazit tonë, të afrohemi te ai me adhurime qoftë farz apo nafile, siç atë edhe ka dhe jad Allahu shoft kur e lavdron pejgamberin sa më tregon për frikën që ka pas prej Allahut dhe shpresën te Allahu, thot frika e pejgamberit që ka pas për Allahun subhanahu wa taala, bindja që ka pas në shtrimin ndaj tij, adhurimi shumë të madh që ka pas, kjo ka qenë në përputhje me dijen që ka pas ai për Allahun. Po aq sa ka për dije sa ka pas për Allahun, për madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, madhërinë e tij, ashtu edhe ka adhuruar Allahun. Thotë kush prej krijesave, këtë krijesat me bë bashkët kanë pas, kush prej tyre ka pas dije më të madhe për Allahun, më të përgjithshme se sa pejgamberi sa, dije më të shumë se sa pejgamberi. Kush prej tyre thotë ka dashur Allahun më shumë se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye transmeton Abu Dharr radhiyallahu anhu se tregon thotë se pejgamberi sa ka thonë inni ara ma la tarum wa asma'u ma la tasma'un. Unë shoh që ju nuk shihni dhe dëgjoj ato gjëra që ju nuk i dëgjoni. Kjo hadith transmetohet te Tirmidhiu dhe Sheikh Albani thotë është hadith hasan, po i mirë. Po shoh për gjëra të çuditshme që ju nuk e shihni që ndodhen këtë univers, te krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Edhe dëgjoj gjëra që gjithashtu pilojme informata o gjëra të çuditshme që ndodhen po brenda këtij universi që ju nuk i dëgjoni. Po këto si do thot mrekulli mucize që Allah subhanahu wa taala ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj pra, siç po e shohim kjo hadith i pejgamberit sa është i mbushur plot me ato bekimet, ato ndryshime të cilat na shfaqin, pra na tregojnë për zuhdin që ka pas pejgamberi asketizmin, për devotshmërinë, frikën, madhrimin, nderimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, gjithashtu edhe shembullin e mirë për umetin e tij. Hudhaifa radhiyallahu anhu shohim se si po na përshkruan këtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, namazin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një përshkrim real, po i cili ky përshkrim po siç e pomë ka qenë i përzier me dashuri, me habi, edhe me meditim. Pra Hudhaifa radhiyallahu anhu këtë përshkrim, mënyrën se si ka përshkruar po stilin, metodën që ka përdorur, e shohim që ka qenë e bazuar mbi atë dëshirën, mallin që ka pasur edhe dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pa e ka dëgjuar me vëmendje për ulje të plot e leximin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse ka filluar leximin në surën Bakara, pastaj gjithashtu e pam se ka qenë i sinqert me veten e tij dhe ndjenjat e tij. Ka menduar që kur të lexoni që në jetë ka më rënë ruku. Se zakonisht kjo është ai kufini që është i përshtatshëm me atë forcën që ka muslimani i cili fal namaz natës, po ai që ka atë fuqinë imanore ditur dhe të njohur që mundet me përballu muslimani ose dikush me muslimani me fal namaz natës. Mirë po imani pejgamberit sa kanë qenë shumë më i madh se sa dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala, po nuk ka këtë dashuri se din as kur tjetër për inshallah. Për këtë arsye, po për këtë dashuri, për këtë iman, vetëm Allah subhanahu wa taala është ai i cili e shpërblen, po ai që ja ka dhënë është ai i cili shpërblen. Prandaj edhe pejgamberi sa për shumë se çfarë adhurimi të madh ka bë në këtë namaz natës. Pastaj siç e pa Hudhaifa duke folur me veten e tij, pra në veten e tij ka thënë që ndoshta e kryen, do të thonë surën Bakara do bën ruku, mirë po sa ka filluar me lezu surën Nisa. Njëjtën mendim e ka pas për surën Nisa. Kur e përfundon surën Nisa, pra bën ruku, mirë po sa ka filluar me surën Al Imran. Pra këto tri sure, siç e dimë nëse i bëjmë të gjitha bashkë, parafërsisht janë 6 gjuza të Kuranit. Pejgamberi sa i ka lezuar në një rekat. Nëse i bën me në lexim po mesatar, mundë me kanë pra, mundë me thonë minimum janë 2 orë. Pejgamberi sa vetëm ka lezuar Kur'an, vetëm ka qëndruar në kam. Mirë po megjithatë pejgamberi sa këtë lexim po thot Hudhaifa yaqra mutarassilan, ka lezuar ngadalë. Po çka do thot mutarassilan? Ka lezuar duke i shqiptuar qartë shkronjat e Kur'anit, jo shpejt. Edhe kjo ka qenë për veçorive të oratorisë apo gojtarisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po për veçorive mënyrës se si u shpreh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë që i ka shqiptuar qartë shkronjat, nga se pejgamberi sa që ka ndor po përshkrimet për të ka qenë bali al-fam, ka pas gojën shumë nxjerr. Po kur ka fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka filluar pra bisedat,
shqiptimin e fjalëve, i ka fol me plot gojën e tij, dhe kështu edhe ka përfundu pra fjalimet e tij. Po e ka përdor këtë gojën e tij, ose organet që janë brenda gojës së tij përmes cilave flet njeriu. Edhe kjo është cilësi ose veçori që cilën arabt e kanë lavdru pra të kaluar. Kur njeriu ka gojën e gjerë. Po arabt e kanë nënçmu dikon i cili ka gojën e vogël. Për arsye se goja e madhe ose goja e gjerë tregon që personi mundet me shqiptu qartë shkronjat. Edhe kur flet me zë të qartë, domethënë, me zë të lartë qartë që kuptohen fjalët e tij. Edhe këto pra, to veçoritë pejgamberi përfitohen prej kësaj pjese të hadithit ku po thotë ikramu të rasul, ka lexuar ngadalë. Edhe Hudhaifa radhiyallahu anhu siç e pam, pra përshkruan në detaje, pra në mënyrë të zgjeruar mënyrën e performancës pejgamberit të namazit të natës. Po qoftë përmes fjalëve, qoftë përmes veprimeve, po përshkruan leximin e Kuranit, pastaj se si pejgamberi ka bërë tasbih, ka bërë lutje gjatë leximit të Kuranit, ka bërë gjithashtu kërkim mbrojtjes e kështu me radhë. Kjo çka tregon që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë lexim të Kuranit jo edhe që e ka bërë ngadalë, mirë po e ka lexuar me meditimin më të thellë. Po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i ka lexuar Kur'anin, ka përsërit, ka medituar mbi kuptimet e domethënies të ajeteve. Pastaj Hudhaifa po përshkruan edhe mënyrën se ka bërë ruku, sejdë, po se ka zgjodhur rukun, sejdën, çfarë ka thënë atë. Ky hadith pra është shembull edhe model që është deri tash për dashurinë e madhe që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për dashurinë e madhe që ka pas për Zotin e tij. Për dashurinë e madhe që ka pas për me adhuru Zotin e tij, me adhuru Allahun subhanallahu teala, me adhuru krijuesin e tij. Për përpjekjet të mëdha të shumta sinqerta që i ka pas pejgamberi në këtë adhurim, këtë ibadet. Në këto vepra me të cilat u afrohet te Allahu subhanahu teala. Ka se nëse ne ndalëm dhe meditojmë rreth këtij namazit pejgamberi më shumë që vërtet kjo është një punë shumë e rëndë, shumë e vështirë mu fal në këtë mënyrë. Mirë, po këto pejgamberi ka bë duke pas për qëllim me arrit pra kënaqësinë e Allahut subhanahu teala. Siç ka thënë Allahu kur e përshkruan pejgamberin dhe shokët e tij, tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Te isha që ata vazhdimisht bojnë ruku dhe sejdë, po falen shumë gjatë, duke kërkuar mirësinë dhe kënaqësinë e Allahut subhanahu teala. Kjo hadith neve na sjell do për ti përfitojmë shumë dobi. Do hani trajton shumë tema. Për këtyre tema është se tregon kujdesin e madh që kanë pas sahabët për mi pasu dhe mi ndjek pra në gjendjet në brisalat ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po me pasu pejgamberi me marrë si shembull. Edhe siç e dimë Allah subhanahu teala kështu e ka porosit për sahabët edhe ummetin e tij. Ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Vërtet jo, në të dërguar Allahut e keni shembullin më të mirë. Prandaj bindja ndaj pejgamberit është bindja ndaj Allahut. O me jote rasule faqad ata Allah. Kur do që i bindet pejgamberit, po Muhamedit sa ju ka bind Allahut. Prandaj bazuar në kët, sahabët janë treguar të kujdesshëm që mi ndjekë dhe mi pasu gjitha gjendjet rrethana në për cilat ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Enes radhiyallahu tregon thot, erdhën 3 persona të shtëpitë e grave të pejgamberit dhe pyetën, po i pyetën gratë e pejgamberit për adhurimin e pejgamberit, se adhuron pejgamberin Allahun. Pra kanë dashur me ditë që më marr ato si shembull. Pastaj Umar ibn Khattabi thotë kanë pasur në një kujshi prej ansarëve, i cili ka qenë prej fisit Banu Umayya. Edhe thotë kjo është me Awali, është një lagje që edhe sot e kësaj ditë është Medinë. Thotë edhe ne e zaventsonim njëri tjetrin në prezantimin në dersat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne ditë shkoja unë, ne ditë shkon ai. Do thonë kur shkoja unë i mësoja hadithet e pejgamberit sa përmendsh, edhe kur kthehesha te shtëpia i tregoja atij. Po çfarë ka zbrit pi shpallës, qoftë pi ajete ose pi hadithe. Kur shkon te ai e vepron të njëjtën. Ibn Hajar Allahu mëshoft thotë kjo tregon se kërkuesi i dijes nuk do të tregohet i pakujdesshëm,
në çështjet e jetesës së tij, pa rrezikut, mjetet e jetesës e kështu me radhë. Po që përmes tyre, përmes fitimit të rrezikut, thot me ndihmu veten e tij në kërkimin e dijes edhe në çështje të tjera dunjës. Mirë, po njëkohësisht do të më qenë edhe i vendosur, i paluhatshëm që me pyet për gjëra që kanë bëjnë me dijen, domthonë me dijen fetare kështu me radhë, që i ka nik atij kur nuk ka qenë prezant. Po ju bë bashkë mes dyjave. Po ashtu edhe Ibn Hubeira, Allahu mëshiroft, kur flet rreth këtij hadithi, thot Umeri radiallahu anhu dhe ky sahabiu kanë vepruar këtë mënyrë, nga se këtë mënyrë i kanë kryer dy obligime, dy farze. Farzi i parë është, obligimi i parë është domthonë fitimi i rrezikut, që është domthonë farz obligativ. Po gjithashtu thotë edhe kanë mësu pastaj pi dijes ato gjëra që kanë pas patjetër pa obligative mbi ditë. Prandaj thotë përmes menaxhimit të tyre të mirë që kanë bërë kohës, kanë arrit mi kry njëjtë kohë këto dy obligime, këto dy farze. Pra edhe kërkimin e dijes edhe kërkimin e rrezikut, njëjtën kohë. Po mirë po e kanë ndodhur, domethënë një kohë ja kanë caktuar kësaj kërkimit të rrezikut, një kohë ja kanë caktuar po kërkimit e dijes. Po çështja po thot ai i cili nuk ka qenë prezant, po ka shkuar me kërku rrezikun për tyre, tjetri e ka zaventsu. Edhe e ka mësu dijen, edhe e ka përcjell për se çfarë ka zbrit prej lajmeve të shpalljes. Edhe tjetri nesër ka vepruar në një mënyrë. Dhe kështu thot fe yakhdhiyani al-fardhayn wa yudrikani al-amrayn. Kështu kanë arrit thot me kry dy obligime edhe do thot me arrit me kry këto dy çështje, po që kanë qenë në interes të tyre. Gjithashtu Ibn Abbas radiallahu anhu tregon thot në ditë kanë flajt, kanë bujt pra në shtëpinë e Mejmunës, po gruas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot këto e kanë bërë vetëm me shikuar se si po falet pejgamberi gjatë natës. Po Ibn Hajeri pi dobive të këtij hadithi e përmend thot kjo tregon për vlerën e Ibn Abbasit, për fuqinë e të kuptuarit që e ka pas dhe kujdesin e tij për më mësuar çështjet e fesë. Pa se sa mirë po Ibn Abbasi ka kushtuar rëndësi kësaj çështje. Gjithashtu Aisha radiallahu anha tregon thot një ditë pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam doli prej shtëpisë edhe u fal në xhami. Kuptohet, pas haditheve të tjera e dim që kjo ka ndodhur në Ramazan. Po të disa prej sahabëve u falën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam namaz natës. Pastaj kur erdhi mëngjesi, njerëz filluan me fol rreth kësaj. Kështu që thot natën e dytë u mbledhën në numër më i madh i sahabëve u falën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur erdhi mëngjesi prap filluan do të më folë edhe më shumë edhe kësaj çështje. Kështu që kur erdhi nata e tretë thot pejgamberi doli mu fal me ta edhe u falën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe gjithashtu kur erdhi nata e katërt thot mo xhamia nuk i zinte njerëz, po duke u fal mas namazin e natës mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po kjo tregon për ato që thamë që sahabët kanë qenë të kujdesshëm mi përcjell dhe mi pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në veprimet edhe autorimet e tij kështu më radh. Dërsa sa i përket Abdullah ibn Umerit radiallahu anhu, për të tregon Zubair ibn Bakar, i cili thot ai i memorizon të çdo gjë që ka dëgjuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dërsa kur mungonte vet i pyeste ata se let kanë prezantuar. Çfarë ka thonë pejgamberi dhe çfarë ka vepruar? Jo vetëm çfarë ka thonë, mirë po edhe çfarë ka vepruar. Edhe i ndishte gjurmët e pejgamberit në çdo xhami ku u fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Madje thotë edhe me devën e tij as në ato rrugë në për cilat ka udhëtuar se ka ecë me devën e tij. Edhe kur nuk e lënte asnjë hajj pa kryer. Edhe në Arafat, pra qëndronte në atë vend ku ka qëndruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj po këto e thera për sahabëve tregojnë se muslimani duhet të qenë i kujdesshëm në maksimum, po kujdesshëm që edhe ai të jetë për atyre që e pason edhe ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po interesohet për veprimet, gjendjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që me pasu pra pejgamberi sallallahu në të gjithë jetën e tij, në të gjitha çështjet e tij. Ashtu siç kanë vepruar sahabët që do të kanë qenë pra më të mirë te këtij ummeti. Po ashtu prej dobive ose tema që i trajton ky hadith është se tregon për edepin, pra edukatën e leximit të Kuranit, se si duhet të lexohet Kurani për musliman. Po Kurani siç e dimë është fjala e Allahut. Dhe përderisa është fjala e Allahut, atëherë lexuesi i Kuranit do të stoliset, të pajiset me edebet, edukatën e leximit të Kuranit. Po rregullat që cilat janë ligjësu
me qëllim që me tregu madhrim ndaj Kuranit, respekt ndaj tij. Këto janë rregulla të shumta që i kanë përmend dietarët, mirë po më e rëndësishmja, edhe për cilën po flet ky hadith është për këtyre edebeve të kota është meditimi dhe përsjata rreth kuptimeve dhe domethënieve të Kuranit. Sujuti Allahu mëshiroft kur flet për këto thotë është e preferuar që Kurani të lexohet me meditim me përsjate, më mundu me e kuptu fjalët e Kuranit. Thotë kjo është qëllimi më madhor, synimi më i lartë që më i rëndësishëm që do të më pas besimtari kur lexon Kur'anin. Nga se përmes kësaj thotë zgjerohet krahërori zemra muslimanit, krahërori muslimanit dhe ndryshohet zemra e tij. Allah thotë kitabun anzalnahu ilaykum mubarakun liyadabbaru ayati. Kjo është një libër që i bekuar që ta kemi zbrit ty, në mënyrë që ata të meditojnë të përsjatin mbi ajetet e tij. Po ashtu thotë efela yatadabbarun al-Qur'an, do po meditojnë ata rreth Kur'anit. Prandaj thotë si arrihet mënyra ose forma e meditimit të Kuranit është që njeriu kur e lexon Kuranin, më mundu pra me kuptu fjalët që po i lexon. Po me ditë domethënien e çdo ajeti. Me meditu rreth urdhave dhe ndalesave. Edhe kur i lexon urdhat e ndalesat me besu, me pas akide dhe bindje që ky i pranon të gjitha ato. Nëse është pe atyre që u tregon neglizhë ndaj urdhave ndalesave të Allahut, atëherë thotë pendohet dhe kërkon falje. Nëse kalon afër një ajeti, pa lexon ajet në cilën ka mëshirë, po përmend mëshirën Allah subhanahu taala, atëherë ky përgëzohet, edhe e lut Allahun që më i dhon pi mëshirës së tij. Nëse kalon afër një ajeti, pa lexon ajetin në cilën ka përmend dënimi i Allahut, atëherë friksohet. Edhe kanë mbrojtje te Allah subhanahu taala për dënimit të tij. Nëse kalon ose lexon ajet në cilën ka lartësim madhrim ndaj Allahut, atëherë kjo e madhron Allahut edhe lartëson. Nëse përmendet ose lexohet në ajet ku përmendet duaja lutja, atëherë dhe ky e lut Allahun, kërkon pi tij, parashtron kërkesat e tij e kështu me radhë. Po ashtu pi temave të tjera që i trajton ky hadith është se pi cilësive apo tipareve të besimtarit do të më qenë për ulja dhe në shtrimin ndaj Allahut subhanahu taala, dhe me falendru Allahun e me lavdru dhe me madhru. Siç e po këtë hadith pejgamberit sa që gjatë leximit të Kuranit ka vepruar kështu. Dhe Allah subhanahu taala kur i përmend veçoritë apo cilësitë e besimtarëve, të cilët janë po të mençur ose zotët e mendjes, thot alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, janë ata të cilët e përmendin Allahun kur janë në këmbë, ulur dhe kur janë shtrit. Ibn Hubayr Allahu mëshiroft thot, kur e shpjegon këtë hadith, thot gjithashtu pi fikut këtij hadithit është se përfitohet që njeriu kur është në namaz edhe lexon ajet ku ka mëshirë, edhe pra i lind dëshira për me arrit mëshirën e Allahut subhanahu taala, atëherë kërkon prej Allahut që më mëshiron. Po thotë Allah mëshiron për shembull. Po duke shfrytzuar këtë rastin që u përmend mëshira në Kur'an, po është mirë mos me lën po me ky rast. Po na mëshira Allah subhanahu taala më shfrytëzoi më një herë dhe lutë Allahun, kërkoj prej Allahut subhanahu taala që më të mëshiroj. Nga se Kur'ani thotë shpallë që ripërtrihet. Nëse lexon një ajet në cilën ka tasbih të Allahut madhrim, thotë edhe kjo e madhron Allahun e bën tasbih. Ashtu siç është transmetuar në hadithe. Edhe do të më di thotë besimtarin këtë rast që në namaz pra është në një vend të nderuar. Nuk është i përshtatshëm që në namaz pra i parashtrojë Allahut kërkesat që kanë të bëjnë me jetën e kësaj bote. Andaj thotë nëse kalon ose lexon ajet në cilën ka dënim, që është thamë më lart, po përmend dënimi për ju besimtarët, kërkon mbrojtje te Allahu subhanahu taala që më ruajt prej këtij dënimi. Pastaj sjell disa shembull. Për shembull thotë nëse lexon ajetin surën Ghafir, ku Allah thotë wastaghfir li dhanbik, kërko falje për mëkatet e tua, atëherë thotë e lexon hadithin ku përmend lutja kërkimit faljes, thotë Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira. ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. O Allah, unë i kom bërë pa drejtësi të madhe vetës time me mëkate. Edhe këto mëkate nuk i fal askush tjetër përveç teje. Kështu që i fal me
këto mëkate me faljen prej teje, me një falje prej teje, edhe mëshiron, nga se vërtet e falja se i madhe mëshirë plot. Ose për shembull thotë lexon ajetin në surën Nuh, ku Allah thotë malekum la tarjuna lillahi waqara. Së është puna me juve që nuk po e madhroni Allahun ashtu siç e meriton. Po me madhru Allahun, po nëse përkthejmë ajetin fjalë për fjalë, po me shpresu te Allahu subhanahu wa taala, pra duke e madhruar atë. Thot këto thot Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik. Me thon këtë lutin ku për asa me ka lutur Allahun, ka thonë Allah na jep hise neve në khashin, frikë respekti ndaj teje, po na jep hise aq sa bëhet pengesë mes neje dhe mëkateve ndaj teje. Ngjaj shumë thot është për shembull kur çërsa më lart nëse e lexon në ajet ku ka tasbih, për shembull kur Allah flet për melekt në surën Anbiya thot yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Ata e madhrojnë Allahun gjatë ditës edhe natës, kur nuk lodhen. Me thon subhanallahi wa bihamdihi për shembull. Për këtë arsye thot e kemi përmendur më herët që fjala subhanallah është tenzih, po me lartësu Allahun, me pasru Allahun pi gjëra që nuk i takojnë Allahut, nuk lejohet po me thon dikur se mi menu për Allahun, pi tmetave kështu më radh. Pastaj thot wa bihamdihi dhe duke ia shoshruar lavdrimin dhe Allah subhanahu wa taala po për sosuritë që i takon Allahut. Këtu thot mundesh me ashtu dhe subhanallahi al-azim, prap subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, që shkon po në hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po në këtë mënyrë, po kur njeriu e fal namazin, vërtet namazi i tij bëhet një kosh prej kushteve të dhikrit, përmendjes Allahut, leximit të Kuranit, madhrimit, tasbihit, duas edhe meditimit. Po kjo po na tregon neve që namazi natës në realitet është një lloj bisede mes robit edhe Zotit e tij. Po nuk është qëllimi i namazit natës vetëm mu falë dhe me lexu sa më shumë Kur'an. Nuk është vetëm kjo qëllimi i namazit. Nëse ti kur të fal namaz natës, ti do të praktikis shtratin ton, gjumin ton, rahatin tonë, por dikon që është më i dashur për ty se sa rahatia dhe gjumi dhe qetësia. Po ti në realitet po qëndron para atij, para dashurit ton, para Zotit ton, para kujdestarit ton, në mënyrë që me bisedu me to, me lut, me madhru, domethënë me tregu tasbih për to, me lartësu e kështu me radhë. Dhe kështu pra ka qenë edhe gjania e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe në hadithe tjera që përmendet përveç këtij hadithi që e përcjell Hudhaifa, po hadithe tjera tregojnë se si pejgamberi ka qenë për ulje, në nështruar, se si ka madhruar, lavdruar Allahun subhanahu wa taala ashtu siç e meriton Allahu. Pyetja është hadithi i Abdullah ibn Shikhirit radhiyallahu anhu, i tregon thot Ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizir raha min al-buka. Ata kanë pa për nësëm duke u fal edhe në gjoksin e tij, po në krahëronin gjoksin e tij kishte zhurmë, sikurse zhurma e ngurit mullirit, për shkak se çonte për frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala. Po kështu e ka fal për nësëm namazit. Po ashtu Rabia ibn Ka'b al-Aslami tregon, radhiyallahu thot, unë kaloj natën te dera pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ja japja ujin për me marr abdes. Fa asma'uhu al-hawiya min al-layl. Sota dëgjoja një pjesë të madhe të natës, por në namazin e tij thoshte semi Allahu liman hamida. Pa vazhdimisht e lavdronte Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu thotë dëgjoja një pjesë tjetër të madhe të natës duke thonë elhamdulillahi rabbil alamin. Pa lavdronte shumë Allahun subhanahu wa taala. Edhe Ibn Abbas radhiyallahu anhu kur e përshkruan namazin e istisqas, kërkimit shiut, se si e ka fal pejgamberi sa më thot, pejgamberi ka dal me fal këtë namaz me rroba të vjetra, do thonë me përulësi, me modesti. Sa që tha, kur erdhe të vendfaljet e të musalla, nuk e mojti atë hydhmen që shemojnë, po që shmojt hydbja, që shpemojnë ju hydben, thot. Mirë po thot ajnë gjatë tër kohës, vazhdimisht e luste Allahun, i përgjeroj Allahut edhe madhron të Allah subhanahu. Prandaj pra muslimani, po edhe çdo kush që është thërës në rrugën e Allahut subhanahu, do të stoliset me këto tipare, do thotë të ketë për ulje në shtrim ndaj Allahut Zotit botën, nga se kjo është prej shenjave që tregon për imanin, besimin e sinqert. Po gjithashtu është për rrugëve, për mënyra që i jep sukses në davetin edhe thirrjen e tij.
Edhe pi tema të fundit që mundemi përmend sot, që përfiton për këtë hadith është se pi metodave të davetit është edhe mësimdhënia. Po këto përfitojnë për fjalët e Hudhaifës që thotë se tregoi se si për asum lexonte ngadalë, pastaj pra kur lexonte ajet ku ka tasbiha e madhron Allahun kështu më radh. Po Hudhaifa radhiyallahu anhu këto edepet leximit të Kuranit i përfitoi për praktikës pejgamberit sa son. Po se si i ka praktikuar këto gjatë namazit. Prandaj pra Hudhaifa radhiyallahu anhu po na sjell neve një shembull gjallë se si po dohet nxënësi me përfitu për mësuesit e tij. Po se do të kërkuesi dijes për shembull me dëgju me vëmendje mësuesin e tij, mi përcjell pra fjalët e tij, mi përcjell domthon informatat që ai jep. Pavarësisht a jep këto fjalë, këto informata direkt, drejt për drejt, apo indirekt, jo drejt për drejt përmes që është praktikës, përmes metodës praktike, jo përmes fjalëve. Siç e pam pra që pejgamberi sa thon këtë hadith e lexonte Kur'anin pra edhe punonte edhe vepronte përmes kuptimeve domethënieve të Kur'anit. Po tasbih, tahmid, kërkim falje, domethënë me kërku mëshirën pe Allahut e kështu me radhë. Dhe siç e dim profeti i Islamit ka kushtuar shumë rëndësi dijes, i ka kushtuar shumë rëndësi mësimdhënies. Po rëndësi që nuk ka shembull, nuk mund të krahasohet asgjë me të. Prandaj pe bazave më të rëndësishme praktike mbi të cilat ngritet daveti islam është mësimi, dija. Ummeti islam nëse lejohet të emërtohet dhe të quhet me emra të ndryshëm, caktuar, që i shpjegon pra aspektet anët e tij edhe e sqaron realitetin e këtij ummeti edhe gjithashtu i shpjegon qëllimet e tij, atëherë mund të më thonë që pi emra më të rëndësishëm që dallon edhe shquhen edhe që e ngrisën dhe lartësojnë njeriu ose shfaqen para njeriut është se ummeti islam është ummeti i dijes, është ummeti i diturisë, është ummeti i edukimit të drejtë. Pra është ummeti i cili në këtë fushë është i pari. Dhe Allah subhanahu wa taala siç e dim ka thënë kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ju jeni ummeti më i mirë që keni dalë për njerëz. Pse të parën që përmend pi cilësia dhe çoritë të umetit thotë urdhoni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Dhe urdhimi për të mirë, ndalimi nga e keqja nuk mund të bëhet pa dije, pa dituri. Dhe kjo nuk ka, do thonë, pas kësajna nuk do të çuditet dikush ose njeriu se se Islami pra pi fillimit të davetit e tij, pe ditës së parë kur ka zbrit shpallë, edhe pra Islami e ka shpall thirrjen e davetit e tij prej ditës së parë, pi momenteve të para, çasteve të para ka filluar me dije. Siç e dim, Allah ka thonë iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lezon me emrin e Zotit tonë i cili ka krijuar çdo gjë. Khalaqal insana min 'alaq, ka krijuar njeriu prej gjaku të ngjisur. Iqra wa rabbukal akram, lezon nga se vërtet Zoti ju është më bujari. Alladhi 'allama bil qalam, ai cili ka mësuar njeriu se si me përdor lapsin. 'Allama al insana ma lam ya'lam, ka mësuar njeriu atë që nuk e din. Po këtë pri fillimit të Islamit, daveti i Islamit ka filluar me dijen e rreth dijes. A inshallah për këtë hadithi përfiton edhe disa çështje që kanë bëjnë me fikut, me çështjet e fikut. E për këto inshallah do të flasim derisa na shumë Allah subhanahu wa taala dhe më mirë. Allahu a'lam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.